Të nderuar nënkryetar të Aleancës për Shqiptarët, zoti Elmi Aziri dhe zoti Naim Bajrami, i nderuar kryetar i Partisë Demokratike Turke, zoti Zylfiqar Zeynullah, të nderuar përfaqësues të Partisë Znam, të nderuar përfaqësues të Partisë LSDM, të nderuar përfaqësues të Mërgatës Son, ju të dashur delegat të këtij kongresi, mirë se erdhët në Kongresin e Bashkimit. 9 maj, dita e Evropës. Dita kur kontinenti ynë zgjodhi bashkëpunimin mbi ndarjen, paqen mbi përçarjen dhe vizionin mbi frikën. Më 9 maj të vitit 1950 dhe me deklaratën historike të Robert Schumanit, lindi ideja e Europës së Bashkuar, një projekt që ndërtoi ura mes popujve dhe e shndroi diversitetin në forcë. Sot, 76 vite më pas, kjo datë nuk është më vetëm simboli i Europës. Për ne, ajo është edhe simboli i rrugës që zgjedhim për Maqedoninë e Veriut, një shtet evropian, demokratik, modern dhe të barabartë për të gjithë qytetarët e tij. Dhe pikërisht në këtë ditë me peshë historike, mblidhemi sonte në një moment që do të mbetet në kujtesën politike të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sepse ka disa data nuk janë vetëm një ditë kalendarike, janë kthesa, janë momente që shënojnë fillime të reja. Ky kongres, ky bashkim, kjo energji që shohim sonte, është dëshmi se kur ekziston vizioni, ekziston edhe fuqia për të bërë bashkë dhe rreth një ideali më të madh. Një ideali europian, një ideali që sheh politikën si shërbim, shtetin si shtëpi të përbashkët dhe të ardhmen si përgjegjësi ndaj brezave që vijnë. Në vazhdim, të kemi nderin të dëgjojmë fjalët përshëndetëse të miqve dhe partnerëve tanë politik, të cilët me praninë e tyre dëshmojnë respektin dhe mbështetjen për këtë moment të rëndësishëm historik. Ftojmë për fjalë rasti Kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti. Urdhëroni, zotri Kurti. Të nderuar delegat Kongresit Themelues të Vlenit, i nderuar kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zotri Afrim Gashi, i nderuar i kryeministër i Republikës së Maqedonisë së Veriut, zotri Hristian Mickoski, të nderuar Izet Mexhiti, Bilal Kasami, Bekim Sali, Mimoza Musa dhe Bekim Qoku, të nderuar deputet, ministra, kryetar komunash, drejtues dhe përfaqësues të institucioneve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të nderuar përfaqësues nga Shqipëria dhe nga Presheva, Medvegja e Bujanosi, e nderuara kryetare e komunës Preshevë, zonja Ardita Sinoni, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, është kënaqësi e veçantë për mua të jem sonte këtu me ju, në mesin tuaj në një moment me peshë të veçantë politike dhe shoqërore, themelimin formal të subjektit politik Vlen. Ne jemi mësuar që në politikë shumë shpesh të shohim e të përjetojmë ndarje e përçarje e të coptimet subjekteve politike informacione të reja. Prandaj është shumë më e rrallë dhe më domethënëse kur disa subjekte të ndryshme arrin të gjejnë vullnetin, vizionin dhe pjekurinë për të bashkuar në një trup të vetëm politik.
Ky njësim dhe ky subjektivizim politik, përveç se dëshmon përgjegjësi politike qytetare, përbën edhe një model të rëndësishëm bashkëpunimi për organizimet e ndryshme politike që veprojnë në rajon. Dita e sotme ka edhe një simbolik të posaçme, me që ky kongres po mbahet pikërisht me 9 maj në ditën e Evropës. Kjo datë është kujtesë historike se Evropa moderne u ndërtua mbi rrënojat e fashizmit, mbi refuzimin e urrëties, supremacisë dhe të luftrave. Bashkimi Evropian lindi si një projekt i paqes nëpërmjet antifashizmit dhe i prosperitetit nëpërmjet demokracisë. Dhe kjo ka rëndësi të veçantë për Ballkanin. Sepse edhe sot në rajonin ton, her pas here shfaqen ide, nostalgji dhe politika që përpiqen të relativizojnë të kaluarën historike, të ushqejnë urrëtitjen etnike ose ta destabilizojnë bashkëjetesën mes popujve. Ne duhet të jemi të qartë. Çdo ide që çon drejt fashizmit, nacionalizmit agresiv, mohimit të tjetrit dhe cenimit të dinjitetit njerëzor duhet të kritikohet, kundërshtohet dhe mposhtet politikisht, moralisht dhe institucionalisht. Me 18 nëntor 2024, qeverit e 2 vendeve tona zhvilluan mbledhjen e përbashkët në të cilën u nënshkruan disa marrëveshje të rëndësishme. Një pjesë e tyre tashmë janë realizuar, ndërka që për pjesën tjetër po punohet intensivisht që të përmbyllen sa më shpejt. Që nga prilli i vitit 2025, kur u funksionalizua sistemi One Stop Shop me modelin hyrje me Kosovën, është rritur ndjeshëm qarkullimi i qytetarëve dhe është ulur dukshëm koha e pritjes në kufi. Gjithashtu, së shpejti pritet të nisin punimet për rrugën Blac-Shkup, e cila do të lidhet me rrjetin e autostradave të Maqedonisë së Veriut dhe me korridorin 8, realizimi të cilit po ecën me dinamik të përshpejtuar. Sa i përket rrugës Prizren-Tetov, Komisioni ndërshtetror për realizimin e këtij projekti është formuar qysh në vitin e kaluar. Tani pritet hapja e tenderimit për projektin final, për të cilën qeveria e Maqedonisë së Veriut ka ndarë 2 milion euro. Presim që sa më parë të fillojë ndërtimi i kësaj rruge me rëndësi strategjike për ndërlidhjen dhe zhvillimin e 2 vendeve tona për qytetarët dhe bizneset. Këto lehtësime kufitare, rritja e shkëmbimeve tregtare, si dhe forcimi i mirëbesimit në fushën e sigurisë dhe të marrëdhënieve në politikën e jashtme, janë përkthyer drejt për drejt në më shumë zhvillim, stabilitet dhe mirëqenie për të 2 republikat tona. Ne të nderuar të pranishëm jemi shumë afër me njëri tjetrin e do të jemi gjithnjë e më pranë njëri tjetrit. Ta zëm, unë nesër në mëngjes shkoj në Gjakov, e që në gjatësi kilometrash është më larg se sa të vi nga Prishtina këtu në Shkup siç bëra sonte. E ta zëm edhe ndokush që ka ardhur këtu në Shkup nga Struga, nëse kthehet me mua në Prishtinë, do të ketë gjatësi rrugore edhe më pak se gjysma krahasuar me kthimin në Strugë. Këtu nuk e kam fjalën për Bekim Qokun, Bekimi rrisonte këtu. Por dua të theksoj që distancat janë të vogla, po i zvoglojmë gjithnjë e më shumë, por edhe ata që i kanë distancat e mëdha, kthehen shpesh dhe na duan fort. Kosova ka dëshmuar se përfshirja e mërgatës në procesin zgjedhor i sjell energji të re demokracisë, e rrit pjesëmarrjen qytetare, shton përgjegjësinë politike dhe e lidh shtetin më fort me njerëzit e vet jashtë vendit.
Roli i mërgatës Kosovës në proceset vendore ka qenë faktor i rëndësishëm në zhvillimin e shtetit dhe në dinamikën demokratike të shoqërisë. Edhe Maqedonia e Veriut ka një diasporë të madhe, të suksesshme dhe jashtëzakonisht të fuqishme. Në shumë raste, ajo ka mbajtur ekonomikisht familjet, komunat dhe zhvillimin lokal. Ajo ka investuar, ka ndihmuar dhe ka ruajtur lidhjen me vendlindjen. Prandaj përfshirja më e drejt për drejt e diasporës sonë në procesin zgjedhor nuk do të ishte vetëm një drejt demokratike, do të ishte dobi për shtetin dhe për shoqërinë dhe për ekonominë. Me që diaspora nuk është veç kujtim i largësisë. Ajo është potencial politik, ekonomik, intelektual dhe kombëtar që duhet të jetë pjesë aktive e vendimarrjes dhe e investimeve për të ardhmen e vendit. Të nderuar miq e kolegë, arritja juaj më e madhe është bashkimi. Vleni tashmë është një subjekt që përfaqëson interesat publike dhe shoqërore të gjithë shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Duhet të tejkalohen mendësitë provinciale dhe inatet nga e kaluara në mënyrë që të ndërtojmë kohezion dhe drejtësi shoqërore. Demokracia e gjen stabilitetin e saj te drejtësia, barazia dhe pjesëmarrja e qytetarëve në institucionet shtetërore dhe në jetën publike në mbar territorin e Republikës. Nëse qytetarët nuk e ndjejnë veten pjesë të Republikës, atë Republika humb jo vetëm njerëz, por edhe prosperitet e stabilitet. Ky duhet të jetë edhe roli i Vlenit, të jap kredibilitet institucioneve në sytë e qytetarëve, në rastin tuaj sidomos në sytë e shqiptarëve. Kjo arrihet përmes pjesëmarrjes së plotë dhe të drejtë të shqiptarëve, duke promovuar cilësinë më të lartë në dije, profesion dhe përfaqësim. Stabiliteti i Ballkanit varet nga integrimi i shqiptarëve, të drejtat dhe kontributi i tyre. Në këtë rrafsh duhet të jemi të qartë. Stabiliteti i Ballkanit, aq i domosdoshëm në gjeopolitikën e ngarkuar të kohës në të cilën po jetojmë e po e përjetojmë, nuk ndërtohet mbi përjashtimin apo minimizimin e pjesëmarrjes shqiptarëve në procese, por mbi integrimin e tyre të drejtë, meritor dhe të përfaqësuar në qeverisje të pakorruptuar. Nga ana e faktorit shqiptar, detyrë themelore është avancimi i institucioneve arsimore kulturore në gjuhën shqipe me standardet më të larta të cilësisë. Shqiptarët duhet të paraqiten shoqërisë së gjithëmbarshme në Maqedoninë e Veriut në formën më të organizuar, më profesionale dhe më dinjitoze. Ndërkaq nga ana e institucioneve të etnisë shumicë në Maqedoninë e Veriut, duhet të kuptohet qartë se integrimi i shqiptarëve nuk është humbje për shtetin, por një fitim i madh për stabilitetin e sigurinë, zhvillimin dhe të ardhmen e përbashkët në NATO e drejt bashkimit evropian. Me këtë bashkim, këtu sot në Shkup, po e dëshmoni që Vleni vlen dhe Vleni ja vlen. Urime dhe gëzuar. Urime e gëzuar dhe ju faleminderit për ftesën dhe vëmendjen. Ju faleminderit, zoti Kurti. Tani, për fjalë rasti, ftojmë kryetaren e komunës së Preshevës, zonja Ardita Sinani. Faleminderit. Mirëmbrëma, të nderuar të pranishëm, i nderuar kryetar i Parlamentit zotri Gashi, i nderuar kryeministër zotri Mickovski,
i nderuar kryeministër Kurti, të nderuar përfaqësues politik, të dashur motra dhe vëllezër, të nderuar anëtarë struktura dhe shumë të çmuar miqt e mi të Luginës, zotri Bekim Çoku, Mimoza Musa, Bekim Sali, Bilal Kasami dhe Izet Mexhiti. Sot, kur shënohet Dita e Evropës, jemi mbledhur këtu që edhe simbolikisht të shënojmë një nga vlerat mbi premisat e së cilës u ngritën themelet e Evropës, ato të përbashkimit dhe bashkëorganizimit me qëllim të zhvillimit të shoqërisë. Pikërisht, qytetarët shqiptar të Maqedonisë Veriut kanë nevojë më shumë se kur për bashkim të forcës së tyre për zhvillim e unifikim. Nga Presheva, nga Lugina, që gjithmonë ka ditur të ruaj identitetin, dinjitetin dhe shpresën, sot ju sjell përshëndetjet më të sinqerta për këtë hap të madh politik dhe kombëtar që po ndërmerrni. Së shqiptarëve në vendimarrje. Prandaj, ky fillim i një kapitulli të ri të organizimit politik, të cilën po e materializoni sot, është para së gjithash vlerë e shtuar në politik dhe model për organizimin e forcave politike shqiptare në vendet ku ata janë pakicë. Dhe pikërisht këtu qëndron pesha e këtij bashkimi. Ky bashkim nuk është vetëm matematikë politike, është bashkim i energjisë qytetare. Mesazhin të cilin u dhanë qytetarët dhe gjithë shqiptarët në zgjedhjet e fundit lokale parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Mesazh të cilin sot po e riktheni në forcë të përbashkët në dobi të shqiptarëve, të gjithë qytetarëve dhe në ngritjen e rolit shtetëndërtues të tyre. Ky para së gjithash është bashkimi i shpresës së njerëzve që duan institucione më të forta, ekonomi më të zhvilluar, arsim më cilësor edhe më shumë dinjitet për shqiptarët. Rezultatet që janë arritur deri tani flasin edhe vetë, i foli dhe kryeministri Kurti. Besimi qytetar nuk fitohet me propagandë. Besimi fitohet me punë, me afërsinë ndaj qytetarit dhe me guxim për të marrë përgjegjësi. Prandaj, ky moment duhet parë si një fillim i një kapitulli të ri politik për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, por edhe si një mundësi e re për forcimin e lidhjeve tona kombëtare në gjithë hapësirën shqiptare. Ne në Preshev e dim shumë mirë se sa rëndësishme është dhe kanë urat e bashkëpunimit, sepse shqiptarët nuk i lidhin vetëm kufit administrativ. Na lidh gjuha, kultura, historia, por mbi të gjitha na lidh nevoja për të ecur përpara bashkë. Prandaj, unë besoj fuqishëm se ky konsolidim politik i vlenit do të ndikojë pozitivisht edhe në thellimin e bashkëpunimit ndërmjet shqiptarëve të Maqedonisë Veriut dhe shqiptarëve të Luginës së Preshevës, bashkëpunim i filluar viteve të fundit, por që tashmë po merr dhe ka marrë vlerë dhe peshë të shtuar. E sot, më shumë se kur, shqiptarët ka nevojë për politikë që jep shpresë e jo frikë, që ofron njerëzit e jo i ndan, që ndërton ura e jo mure. Ky është momenti për pjekuri politike, ky është momenti për përgjegjësi historike, ky është momenti kur energjia e qytetarëve duhet të kthehet në forcë zhvillimi për të gjithë. Nga Presheva po i përcjell edhe një herë urimet më të sinqerta për këtë hap të rëndësishëm dhe besimin se bashkimi, jo bashkimi juaj, bashkimin tërësi, këtu e pash bashkimin, organizimi dhe vizioni janë rruga e vetme përpara, sepse koha e shqiptarëve që ecin të ndarë po mbetet pas. Koha e shqiptarëve që ndërtojnë bashk sa po ka filluar me ju dhe të nderuar bashkryetar. Zotri Bilal dhe zotri Izet, i nderuar në kryetar zotri Çoku, i nderuar sekretar Bekim Sali dhe e dashur Mimoza, të respektuar anëtar të strukturave udhëheqëse,
ju përgëzoj edhe një herë për këtë hap të rëndësishëm në organizimin e jetës politike të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Dhe nga zemra dhe bashkarisht sot, uroj të arrini realizimin e synimeve të përgjithshme, ashtu siç keni arritur që disa organizata politike t'i krijoni në një organizat dhe një organizim të vetëm, të madh politik, me qëllim të vetëm, atë të avancimit dhe të fuqizimit të pozitës së shqiptarëve në Maqedoni të Veriut. Me fat, suksese, mbarësi. Urime. Ju faleminderit zotja Sinani. Në vijim për fjalë rasti, ftoj nënkryetarin e Partisë Demokratike, Luciano Boçi. Urdhëroni. I nderuar kryetari i Kuvendit Maqedonisë Veriut, zoti Gashi, i nderuar kryeministër i Maqedonisë Veriut, zoti Mickovski, i nderuar kryeministër i Republikës Kosovës, zoti Kurti, nderuar drejtues koalicionit Vlen, dashur delegat, motra dhe vëllezër shqiptar të Maqedonisë Veriut, por dhe jo vetëm, ju përshëndes. Është një nder i veçantë për mua të jem sot mes jush në këtë kongres të rëndësishëm të Vlen, në një moment politik me peshë, jo vetëm për shqiptarët Maqedoninë e Veriut, por për gjithë faktorin shqiptar në rajon. Në fillim, më lejoni t'ju përcjell përshëndetjet më të ngrohta dhe vllazërore të kryetarit Partisë Demokratike të Shqipërisë, zotit Sali Berisha, i cili ju uron suksese në punimet e këtij kongresi dhe në misionin tuaj politik për të përfaqësuar me dinjitet, kuraj dhe vizion shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Ai vjen pranë jush me një mesazh të qartë. Forca politike që buron nga qytetari, që mbështetet tek identiteti, tek liria, tek dinjiteti dhe tek përfaqësimi i ndershëm, është një forcë që i shërben jo vetëm kombit të vet, por dhe stabilitetit dhe demokracisë në gjithë rajonin. Dashur miq, ky kongres nuk është thjesht një mbledhje organizative. Ai është një moment reflektimi, moment përgjegjësie dhe moment vendimarrje për të ardhmen. Është një akt politik me peshë të madhe historike, sepse për herë të parë në historinë pluraliste të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, një koalicion politik po shndrohet tani në një subjekt përbashkët politik, dhe kjo nuk është pak. Në Ballkan, ku egoja shpesh ka qenë për herë më e madhe se ideja, bashkimi është gjithmonë një fitore më e madhe dhe se sa vetë rezultati elektoral. Njerëzit e këtej dhe andej kufirit e din mirë këtë. Shqiptarët shpesh kanë humbur më shumë nga përçarjet e veta se sa nga kundërshtarët. Prandaj, ju si Vlen, sot nuk jeni vetëm një bashkim partish, ju jeni një pritshmëri, jeni një shpresë, jeni një besim i ri për shumë shqiptarë që duan ta shohin politikën si shërbim dhe jo si privilegj.
Ju përfaqësoni nevojën historike për tejkalimin e ndarjes politike shqiptare. Përfaqësoni idetë se shqiptarët fitojnë më shumë kur flasin me një zë, se sa kur konsumohen në betejë të vogla personale. Por mos harroni një gjë. Sfida juaj tani është më e madhe se sa vetë ky bashkim, sepse qytetarët nuk kërkojnë vetëm fotografi uniteti. Ata kërkojnë rezultate të prekshme, avancim real të marrëveshjes së orit, jo përdorimin ceremonial të saj, kërkojnë barazi reale në administrat, në ekonomi, në gjuhë, në përfaqësim, në zhvillim dhe në dinjitet. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk janë thjesht një komunitet numerik. Ata janë faktor i qëndësishëm, faktor stabiliteti, faktor pro-perëndimor dhe mbështetës të qartë të vlerave euro-atlantike. Janë një nga shtyllat mbi të cilat qëndron vetë e ardhmja e këtij shteti në bashkëpunim me gjithë popujt e Maqedonisë së Veriut. Kanë kontribuar me sakrificë, me mençuri dhe me përgjegjësi në ndërtimin e tij. Koha sot për këtë shkak kërkon një politikë që vlen dhe flet qartë si vetë vlera e vlenit, e cila ndjek një politikë me pamje njerëzore, që nuk e sheh qytetarin si numër mekanik, por si themel të veprimit saj. Dhe pikërisht këtu qëndron thelbi i misionit tuaj, thelbi i modelit tuaj, si model i një politike të re shqiptare të ndershme, të qytetëruar, të vendosur dhe të orientuar qartë nga interesi i shqiptarëve dhe nga ardhmja evropiane e shteteve tona. Ne jemi krenar për ju, shqiptarët e Maqedonisë Veriut, Kosovës, Malizit, Preshevës e kudo ku ndodheni, dhe me sytë e zemrës dhe mendjes jemi përherë me ju. Nderuar delegat, le të jetë ky kongres një piknisje e re, një piknisje për më shumë energji, bashkim, besim, bashkëpunim, për më shumë dinjitet në përfaqësimin shqiptar. Në përfundim, duke ju uruar punimet mbara, më lejoni dhe njëherë t'ju përcjell respektin e kryetarit Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, si dhe urimin që vlen të ecë përpara, me sukses, me kuraj, me besnikëri ndaj interesit shqiptarëve dhe të shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Suksese vlenit, suksese shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, zoti i bekoftë shqiptarët kudo ku janë. Faleminderit të gjithëve. Ju faleminderit zoti Voçi. Dhe tani kam nderin që taftoj për fjalë rasti mikun ton, kryetarin e lëvizjes Arbëria, zoti Bekim Fazliun. Urdhëroni. Të nderuar miqtë e mi, Izet, Bilal, Bekim Sali, zëvendës kryeministri i parë, Bekim Qoku, e nderuara Mimoza, vajza e miku ton të moshëm Arifit, të nderuar delegat, të nderuar pjesëmarrës, i nderuar kryeministri i Republikës Kosovës zoti Albin Kurti, i nderuar kryetari i Kuvendit zoti Afrim Gashi, i nderuar kryeministri i Maqedonisë Veriut zoti Kristian Mickovski, të nderuar përfaqësues nga Partia Demokratike e Shqipërisë, e nderuara zonja Ardita Sinani, kryetare Preshevës, zonja dhe zotrinj. Më lejoni që në emër të lëvizjes Arbëria t'ju përcjell urimet më të sinqerta për këtë kongres të parin tuaj të bashkimit
dhe për momentin e rëndësishëm politik që po shënohet sot. Ngjarje si kjo e sotmja janë shumë të ralla në historinë politike të shqiptarëve në përgjithësi, e sidomos në Maqedoninë e Veriut. Deri më sot, shqiptari në Maqedoninë e Veriut është mësuar të shoh përçarje e ndarje. Nga një parti bëheshin 2, 3 e më shumë. Ndërsa sot po ndodh historia, po ndodh një kthesë e madhe e bukur. Sot 5 subjekte politike po bashkohen në një forcë të vetme, në subjektin më të madh dhe më të fuqishëm të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë Veriut, duke synuar forcimin e përfaqësimit politik dhe rritjen e unitetit në kampin politik shqiptar. Lëvizja Arbëria e përshëndet këtë proces dhe mbetet e përkushtuar që bashkëpunimi me Vlenin të vazhdojë edhe në të ardhmen me respekt të ndërsjellë dhe me synim të përbashkët për të mirën e qytetarëve. Ne do të vazhdojmë të jemi me ju. Ne jemi me ju. Një zë i fort krah jush, në çdo angazhim, në çdo betejë që i shërben interesit kombëtar, zhvillimit dhe perspektivës të shqiptarëve. Ju urojmë suksese, unitet dhe punë e përgjegjësi për qytetarët. Shumë faleminderit. Ju faleminderit zoti Fazliu. Dhe në fund, për fjalë rasti, ftoj kryetarin e lidhjes së diasporës shqiptare, zoti Milejm Ziberi. Urdhëroni zotri. Të nderuar të pranishëm, të nderuar udhëheqës të Vlenit, të nderuar zoti Kasami, zoti Mexhiti, zoti Sali, zoti Qoku, zonja Kusari. Në emër të lidhjes së diasporës bashkuar kërçovare, kam nderin dhe kënaqësinë t'ju përcjell urimet më të përzemërta nga diaspora, duke ju përgëzuar sinqerisht për organizimin e kësaj ngjarjeje të rëndësishme. Kongresit tuaj i uroj punime të mbara dhe sukseset të mëdha në rrugtimin që po nisni. Lidhja e diasporës bashkuar kërçovare e ka kërkuar me ngulm dhe vendosmëri themelimin e një force politike me emrin Vlen. Kjo sot po bëhet realitet. Ky është një moment i rëndësishëm dhe një arritje që meriton respekt të veçantë. Në emër të lidhjes ju shpreh mirënjohjen më të thellë. Por, ky është vetëm fillimi. Sepse të jesh pjesë e një misioni të tillë nuk është vetëm nder, është mbi gjitha përgjegjësi për të vepruar me guxim, për të qëndruar me dinjitet dhe për të punuar pa u lodhur në shërbim të së mirës përbashkët. Prej sot, Vlenin e presin sfidat mëdha dhe detyra historike. E presin ato angazhime për të cilat lidhja e mbështeti fuqishëm në 2 cikle zgjedhore. 1. Të sjellë ndryshimin e shumëpritur duke fuqizuar vendosmërisht faktorin politik shqiptar. 2. Të rikthejë një bashkëqeverisje dinjitoze, të mbështetur në barazi të plotë dhe drejtësi për të gjithë, vlera këto të nëpërkëmbura për më shumë se 3 dekada. Të ringjallë krenarinë shqiptare të lënduar ndër vite, të garantoj përfaqësim të drejtë në institucione dhe të rikthej dinjitetin e munguar. 5. Të luftoj pa kompromis korrupsionin dhe klientelizmin e çdo forme. 6. Të rikthej shpresën për një jetë dinjitoze në vendlindje. Të forcoj diasporën
përmes organizimit dhe institucionalizimit të saj në mënyrë që ajo të përballet me sukses në betejën dhe asimilimit dhe të mbajë të gjalla lidhjet me vendlindjen në dobi të përbashkët. Të sigurojë përfaqësim të drejtë në përfaqësitë diplomatike duke përfshirë edhe kuadron nga diaspora. Dhe mbi gjitha, diasporës të japë vendimin e merituar si pjesë e pandashme e shoqërisë sonë. Në fund, lidhja i uron Vlenit rrugtim të mbarë, vendosmëri në çdo hap dhe sukses në përmbushjen e misionit saj fisnik. Urojmë që ky rrugtim të jetë i përbashkët me të gjitha ata që besojnë dhe punojnë për liri, barazi të plotë, drejtësi, mirëqenie, paqe dhe dashuri për të gjithë. Faleminderit shumë. Faleminderit zotëri Ziberi. Le të kujtojmë së bashku rrugtimin që na solli deri në këto momente. Vlen lindi si një bashkim energjish, idesh, vizioni, në një periudhë kur shumë qytetar kërkonin një frymë të re në politikën shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Një frymë që do sillte më shumë afërsi me qytetarin, më shumë besim tek institucionet dhe më shumë orientim drejt vlerave evropiane. Ky rrugtim nuk u ndërtua brenda një nate. Ai u ndërtua nga njerëz që besuan se bashkimi është më i fortë se ndarja, se dialogu është më i vlefshëm se përplasja dhe se politika mund të jetë bashkëpunimi për një të ardhme më të mirë. Historia jonë kombëtare na ka mësuar se në momentet më të rëndësishme shqiptarët gjithmonë kanë ditur të gjejnë forcën për të bërë bashk rreth idealeve të mëdha. Dhe sonte, ky kongres është pikërisht një dëshmi e atij besimi se kur ekziston vizioni i përbashkët, lindin kapituj të ri që mbeten gjatë në kujtesën politike dhe kombëtare. Kështu mori formë Vleni, si një alternativë që solli energji të re në skenën politike, si një besë e dhënë para qytetarëve për përgjegjësi, përkushtim dhe ndryshim, si një aleancë që bashkoi njerëz, ide dhe vizione rreth interesit të përbashkët, si një lëvizje që i dha zë shpresës zhvillimi dhe perspektivës evropiane, dhe si një përcaktim për vetëvendosje politike, për dinjitet dhe përfaqësim më të fortë të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Me këtë frymë, Vleni arriti të kthehet në një forcë që mobilizoi besimin e qytetarëve dhe dëshmoi se bashkimi mund të sjellë rezultate që dikur dukeshin të paarritshme. Sepse kur ekziston vullneti për ndryshim, edhe sfidat më të mëdha shndrohen në mundësi. E sonte, ky rrugtim vazhdon me të njëjtin besim, me të njëjtën energji dhe me të njëjtin vizion për të ardhmen. Le t'i rikujtojmë së bashku disa nga momentet më domethënëse të këtij rrugtimi. Kur shqiptarët duhet të zgjidhin mes dy rrugëve, u paraqit Vleni. Presidenciale dhe parlamentare, nën sloganin "Ndryshimi vlen", solli rezultatin e madh më 8 maj 2024.
107.000 vota shqiptare, që u përkthye në ndryshim historik të pushtetit. Ky ndryshim u materializua në rezultate konkrete. Ligji për shkollat e mesme fetare, ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, për krahja e komunave shqiptare me 80 milion euro investime, 40 milion euro për Universitetin Nën Tereza dhe 74 milion euro për Spitalin e Tetovës, rritja e pagave në arsim, shëndetësi e siguri, hapja e mbi 2500 bizneseve të reja, të gjitha mbajnë vullën e Vlenit. Ky ndryshim u vlerësua nga qytetarët. Në zgjedhjet lokale të vitit 2025, Vleni fitoi shumicën dërmuese të komunave me shumicë shqiptare. Jetë gjithsej përfshirë Tetovën dhe Çajirin, 2 qendrat urbane dhe intelektuale të shqiptarëve. Dhe sot dëgjojmë sërish zërin e qytetarëve, zërin që kërkon bashkim. Sonte, Vlen bëhet një. Çfarë nostalgjie, çfarë emocioni. Shumë punë, shumë sakrificë, shumë fitore. Të dashur mysafir, të nderuar delegat. Është koha që t'i ftojmë në skenë ata që e krijuan Vlenin. Ata që i lanë mënjan egot dhe interesat e momentit, që e kuptuan sakt dhe drejt thirrjen e çdo shqiptari. Ata që zgjatën dorën e bashkimit dhe vendosën të mirën e popullit mbi çdo gjë tjetër. Jam po ata që sot me vetë mohim po sakrifikojnë shtëpit e tyre, për të ndërtuar një shtëpi më të madhe, më të bukur, më të fuqishme, shtëpinë e përbashkët të çdo shqiptari, Partinë Politike Vlen. Së pari e ftojmë në skenë zotri Bekim Qokun, zërin e frymës së vetëvendosjes, që sonte i bashkohet këtij vizioni të përbashkët për një përfaqësim më të fortë, më modern dhe më evropian të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Mirëmbrëma gjithëve, nuk e mendoja që janë kaq shumë, dobroveçer. I nderuar Izet, Bilal, Mimoza e Bekim, i nderuar Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, zoti Kristian Mickovski, i nderuar Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, i nderuar Kryeministri i Republikës Kosovës, zotri Albin Kurti, të nderuar deputet, ministra, zëvendës ministra, kryetar komunash, i nderuar grupi parlamentar i Vlenit, deputet të mi të dashur e të nderuar misafir dhe miq, të nderuar delegat kongresit, e nderuara media, të nderuar qytetar, të nderuar misafir nga Presheva, nga Lugina e Preshevës, zonja Ardita Sinani,
të nderuar miq nga Shqipëria e Mëgjër, mirë se keni ardhur në Kongresin Themeltar të Vlenit. Unë natyrisht dua të përshëndes tu edhe një mikun tim në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, me cilin kemi një bashkëpunim të shkëlqyer, pa cilin mazhoranca në Parlament nuk do kishte kaq sukses, zoti Nikola Micevskin, dhe mendoj se është një konstatim i drejtë kur themi se Vleni paraqet një fenomen në politikën ballkanase. Duhet vërtet pjekuri politike, urtësi dhe një vullnet i jashtëzakonshëm për të bashkuar 5 subjekte politike në një projekt të vetëm. Megjithse në shikim të parë duket sikur është ky një mision i pamundur. Jam i bindur se Vlen do të hyjë në historinë e demokracive të Ballkanit si një shembull i rrallë i bashkimit për kauza politike. Në demokracitë liberale, monopolet kufizohen madje edhe ndalohen, sepse me kalimin e kohës ato abuzojnë me pushtetin, korruptojnë sistemin dhe dëmtojnë jetën shoqërore. E njëjta gjë ndodh edhe në politikë. Kur një parti synon vetëm imponimin dhe në vend të integrojë elementin shqiptar në vetvete dhe në Republikë, e zvoglon dhe e të kurr atë duke e bërë të panevojshëm, atëherë dëmtohet vetë përfaqësimi politik, dhe këtë e ka bërë fatkeqësisht BDI për mbi 2 dekada. Vleni erdhi pikërisht si përgjigje e këtij realiteti. E lexoi drejt kërkesën dhe nevojën e popullit dhe qytetarëve dhe me shumë vetmohim arriti të kaloj paragjykimet, ndasitë dhe skepticizmin. Rruga nga ngjizja e Lenit deri këtu në këtë kongresin e Vlenit na bëri mirë. Ishte një lloj stres testi politik dhe njerëzor. Na sprovoi forcën, na nxori në pak dobësit, por mbi të gjitha na mësoi të ecim bashkë. Me simbolikën e trenit, gjatë kësaj rruge zbritën ata që u lodhën, ndërsa hipën ato që pan shpresë, treguan durim dhe besuan se ky është opsioni politik më i mirë për të ardhmen. 9 maj para 2 viteve ishte dita kur festuan fitoren e parë të Vlenit. Atë natë numëruam mbi 107.000 vota shqiptare, një mesazh i fuqishëm për një kërkesë për ndryshim. Vetëm një vit e gjysmë më vonë, Vleni arriti të fitojë drejtimin e 10 komunave, që është një territor rreth 10.000 km2. Kjo dëshmoi se ideja e bashkimit fiton zemrat e qytetarëve. Më shumë se dallimet ideologjike, elementi shqiptar shpesh e kanë dëmtuar interesat e ngushta dhe mundësia e përfitimit përmes korruptimit. Sa më të ndarë kemi qenë, aq më shumë janë fuqizuar interesat e ngushta klanore dhe mundësia për korrupsion e nepotizëm. Sa më të bashkuar që jemi nga ana tjetër, aq më të fortë bëhemi për të mbrojtur drejtësinë, barazinë dhe zhvillimin. Prandaj, më vjen mirë që sot këtu është edhe kryeministri Mickovski për të thënë në këtë rast se shqiptarët marrin pjesë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me gjuhën e tyre, me kulturën, historinë, zakonet dhe me dijen e tyre. Jo si element i përkohshëm, por si një faktor shtetformues dhe partner i barabartë në të ardhmen e këtij shteti. Natyrisht supremacia vërtet siguron stabilitet, por stimulon edhe sisteme autoritare dhe rrjedhimisht regres. Po e sos tani duke thënë, edhe pse kongresi mund të duket si një stacion i fundit i kësaj të rruge që kemi nisë nga mesi vitit 2023, në të vërtet ajo është vetëm fillimi i një etape të re. Aktiviteti politik nuk ka vijë finishi. Nuk pajtohem me metaforën e maratonës, sepse edhe maratonat përfundojnë. Politika është proces i pandërprer, një stafet brezash, idesh dhe përgjegjësisht që vazhdojnë pafund. Pafund do të jetë edhe angazhimi i Vlenit, sepse Vlen është ideja që ja vlen. Ju faleminderit. Punë të mbar kongresit. Faleminderit zotri Gjoku.
Tani është radha për një zonjë. Ftojmë zonjën Mimoza Musa, një grua stoike, zë dinjitos i gruas shqiptare dhe përfaqësuese e Aleancës për Shqiptarët, e cila i qëndroi besnike e rrugtimit të Vlenit, edhe në momente më sfiduese, duke dëshmuar se besimi në bashkim dhe në vizionin e përbashkët është më i fortë se çdo sfidë politike. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, i nderuar kryetari i Kuvendit Zotri Afrim Gashi, i nderuar kryeministër Zotri Kristian Mickovski, i nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës Zotri Albin Kurti, i nderuar zonja Ardita, Zotri Bekim, zonja Merale, përfaqësues të partive nga Shqipëria, përfaqësues të partive nga vendi jon, ministra, zëvendës ministra, kryetar komunash dhe ju kolegë të mi. Të nderuar delegat, të dashur miq. Ka momente në politikë kur duhet të ndalesh pak e të pyesësh veten nëse ajo që po bën ka kuptim. Nëse politika vazhdon të jetë vetëm garë mes partive dhe individëve, apo arrin të bëhet shpresë dhe mbështetje për qytetarët që çdo ditë përballen me sfidat e jetës. Besoj se tani jemi pikërisht në një moment të tillë. Ky kongres nuk po mbahet vetëm për të formalizuar bashkimin ton të madh politik, po mbahet në kohën kur shqiptarët kanë nevojë të shohin se politika di edhe të bashkojë. Prandaj Vleni nuk duhet parë vetëm si rezultati një marrëveshjeje mes partive, Vlen është përgjigje ndaj një nevoje që ka ekzistuar prej kohësh në politikën shqiptare, nevojës për një subjekt serioz dhe vizionar, që ne nënkupton se përgjegjësia ndaj qytetarit nuk fillon e nuk mbaron ditën e zgjedhjeve. Sigurisht, edhe ne kemi kaluar perioda jo të lehta. Kemi pasur turbulenca si çdo subjekt tjetër politik, por në momente kam kuptuar se edhe më shumë se Vlen kam kuptuar se edhe Vleni është më i madh se secili prej nesh. Kam besuar dhe vazhdoj të besoj fuqishëm se Vlen nuk është thjesht një parti në peizazhin tonë politik. Vlen tashmë është një brend shqiptar, një ide që njihet si shpresë për ndryshim. Prandaj ky kongres ka rëndësi. 5 subjekte politike sot i thon po shkrirjes në një parti. Me këtë nuk po bashkohen vetëm strukturat tona politike, po bashkohet energjia që nga nesër duhet ta kthejmë në punë. Sinqerisht besoj se kjo ka qenë arsyeja pse Vlen ka arritur të krijojë besim të shumë njerëzit, jo sepse kemi qenë perfekt, por sepse kemi dhënë ndjesinë se politika mund të jetë normale, njerëzore dhe sa më afër qytetarit. Njerëzit janë lodhur nga politika e tensionit, ata duan të jenë të qetë, dinjitos dhe institucione që u shërbejnë. Mbi të gjitha duan një vend ku fëmijët dhe të rinjt tanë të mos e shohin largimin si zgjidhje e vetme, por të besojnë se mund të ndërtojnë një të ardhme këtu në vendin e tyre. Po aq i rëndësishëm është edhe roli i gruas në shoqëri dhe në politikë. Jam krenare që jam pjesë e një partie politike ku gratë kanë vend, zë dhe përgjegjësi. Një shoqëri që dëshiron të ecë përpara, nuk mund ta mbajë gjysmën e potencialit të saj në margjina. Edhe simbolika e këtij kongresi në ditën e Evropës ka domethënien e vet. Për shumë familje shqiptare, Evropa është fëmia që jeton larg dhe shpresa që një ditë do të kthehet. Prandaj përgjegjësia jonë është të bëjmë këtë vend më të mirë, më të zhvilluar, më të jetueshëm dhe sa më parë antare të Bashkimit Evropian. Të dashur delegat, në fund, njerëzit nuk do të ju kujtojnë çfarë kemi thënë sot, do të kujtojnë nëse kemi arritur të justifikojmë besimin që na kanë dhënë. Andaj besoj fuqishëm se më e mira për Vlenin ende na pret përpara. Ju faleminderit dhe shumë sukses e kongresit. Faleminderit zonja Musa. Radha është për zëvendës kryeministrin e parë. Ftojmë në skenë Bekim Salin, deri sot kryetar i Alternativës, një nga njerëzit që kontribuojnë në ndërtimin e këtij rrugtimi të përbashkët drejt vizionit evropian të Vlenit.
Faleminderit. Salla e madhe, por e vogël për ne si duket. Nderuar kryetari Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, vllau im Afrim Gashi, po qituam premier na vllata në Republika Severna Makedonia, gospodin Kristian Miskoski, nderuar kryeministri i Kosovës, vllau jon Albin Kurti, nderuar Ardita, të nderuar përfaqësues të partive politike nga Shqipëria, Kosova, Lugina e Preshevës, i nderuar Bekim Adashi im nga Lëvizja Arbëria, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik, të nderuar përfaqësues të mërgatës son, të nderuar kolegë drejtues të partisë më të re, më të madhe, më të mirës, Vlen, Izet, Bilal, Bekim, Mimoza, të nderuar funksionar të pushtetit qendror dhe lokal, të nderuar kryetar komunash, të nderuar dhe shumë të dashur delegat të këtij kongresi, të dashur qytetar dhe përfaqësues të medjave. Sot jam bërë 10 vjet që kur bashkë me kolegët e mi dhe shokët e mi protestuam në rrugët e Shkupit në moton për dinjitet, drejtësi dhe demokraci. Dhe sot, përsëri në 9 majin, ditën e Europës, jemi mbledhur kësaj radhe për ta kremtuar këtë ditë të demokracisë, duke dhënë mesazhin e bashkimit dhe unitetit. Ky bashkim i Vlenit në festën më të rëndësishme europiane e përdofton edhe orientimin politik ton dhe qytetërimor. E me që sot po qëndroj para jush si zëvendës kryeministër i parë i qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, por edhe si ministër i çështjeve evropiane, e them me bindje, për gjithçka mund të kemi alternativë, por integrimi europian është orientimi pa alternativë. Ky është një udhëtim që ndërtohet me organizim, me institucione kredibile dhe me përgjegjësi që dëshmohet çdo ditë para qytetarëve. Të nderuar të pranishëm, ne e dëgjuam dhe e kuptuam kërkesën e qytetarit ton që priste bashkim. Prandaj sot Vleni po ndërtohet si strukturë serioze politike, me deg, me forum rinor, me forum të grave, me profesioniste, me njerëz të terrenit. Ne duam që Vleni të jetë i pranishëm kudo, në qytet e në fshat, në lagje e në mërgat, në çdo vatër ku ka njerëz që presin më shumë dhe më mirë nga politika. Ne kemi nevojë për një frym tjetër në politikë, më pak zhurmë e më shumë punë. Të rinjt tanë sot dinë gjuhë të huaja, përdorin teknologjinë, studiojnë jashtë, konkurrojnë me botën. Andaj, ne nuk guxojmë t'i humbim. Nuk mund t'u themi të presim pafund. Detyra jonë është t'i mbajmë këtu dhe t'u ofrojmë më shumë e më mirë. Këtë detyrim e kemi edhe ndaj vajzave e grave. Ato janë mjeke, profesore, sipërmarrëse, drejtuese institucionesh dhe Vleni do t'u hap derën dhe rrugën drejt suksesit. Ne besojmë edhe në komunat e fuqishme. Qytetari nuk e prek shtetin vetëm virtualisht në televizor, por e ndjen në komunë, në sportel, në shkollë, në spital dhe në rrugë gjithandej. Prandaj decentralizimi për ne nuk është vetëm temë teknike, por një çështje jetike. Në këtë frym do ta forcojmë bashkëpunimin me të gjitha vendet mike, më shumë lidhje mes universiteteve tona, bizneseve tona, komunave tona dhe rinisë son. Shqiptarët, si epicentër në Ballkan, duhet të jenë urë lidhëse në rajon, e jo murë ndarës. Dhe po, orientimi ynë është i qartë. NATO, Bashkimi Evropian dhe partneriteti fort dhe afatgjatë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të dashur miq, Vleni nuk po ndërtohet për një palë zgjedhje,
po ndërtohet për një kohë më të gjatë, për ta kthyer besimin se politika mund të organizohet ndryshe dhe sigurisht më mirë. Sot po fillon një etapë e re, më e bashkuar, më e organizuar dhe më afër qytetarit. Ju faleminderit dhe suksese. Faleminderit zotri Sali. I parafundit në këtë radhë është i pari i fitores në Çajir dhe jo vetëm. Ftojmë në skenë zotri Izet Mexhitin, liderin e deri tanishëm të Lëvizjes Demokratike, një nga figurat që i dha formë këtij bashkimi politik dhe që ndihmoi në shëndrimin e energjisë qytetare në një vizion të organizuar politik që sot mban emrin Vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. I nderuar kryetari i Kuvendit zoti Gashi, i nderuar kryeministri i Republikës së Maqedonisë zoti Kristian Mickovski, i nderuar kryeministri i Republikës së Kosovës zoti Albin Kurti, të nderuar diplomatë të vendeve mike, të nderuar përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, e nderuara kryetare e komunës së Preshevës zonja Sinani, i nderuar nënkryetari i Partisë Demokratike zoti Boçi, të nderuar përfaqësues të Partisë Shqipëria Bëhet, i nderuar kryetari i Lëvizjes Arbëria zoti Fazliu, të nderuar nënkryetari të Aleancës për Shqiptarët zoti Elmi Aziri dhe zoti Nejm Bajrami, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike Turke zoti Zülfikar Zenullah, të nderuar përfaqësues të Partisë ZNAM, LSDM, të nderuar përfaqësues të Partisë VMRO-DPMN, të nderuar përfaqësues të Partisë Liberale Demokratike, të nderuar përfaqësues të Mërgatës sonë. Ju të dashur delegat të këtij kongresi, mirë se erdhët në Kongresin e Bashkimit. Të nderuar Bilal, Bekim, Mimoza dhe Bekim Qoku, të nderuar të pranishëm. Ka momente në histori kur politika pushon së qeni garë dhe kthehet në domosdoshmëri. Janë këto momente kur koha kërkon jo vetëm ndryshim, por bashkim. Jo shumë zëra, por një zë që e di ku shkon dhe pse shkon. Në ato qaste lind nevoja për një drejtim të ri, për një rrugë që nuk kalon nga frika, por nga një vullnet i pathyeshëm për çliruar vendin nga politika sunduese e përçarse. Dhe Vleni lindi pikërisht një kohë të tillë. Lindi nga një thirrje që nuk vinte nga nën tavolinat e parapolitikës, por nga rrugët, nga shtëpit, nga heshja e gjatë e qytetarëve që prisnin më shumë. Sepse kishte ardhur një pikë kur heshja e qytetarëve ishte bërë më e rëndë se zhurma e politikës. Forca të ndryshme u bashkuan, me histori të ndryshme e me përvoja që shpesh kishin ecur në drejtimet e kundërta. Megjithatë, në atë çast, megjithse dallimet nuk u zhdukën, ato forca u rreshtuan pas një qëllimi më të madh, të japin fund një epoke të gjatë stagnimi dhe të hapin një kapitull të ri për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Ky nuk ishte një bashkim i lehtë, por ishte bashkim i domosdoshëm, sepse pas nesh ishte një kapitull i gjatë e i rëndë, me institucione të rënduara nga skandalet, me zira ku luhej futboll e me raste të montuara politike, ku drejtësia përdorej si armë për të qëruar e sape dhe për të heshtur kundërshtarin, ndërsa qytetarët prisnin punë. Një kapitull i tillë kërkonte një fund, ndërsa çdo fund i tillë kërkon guxim. Prandaj erdhi edhe ky bashkim. Dhe qytetarët e kuptuan në zgjedhjet nacionale ku Vleni nuk kërkoi besim për fjalë, po për vizion, nuk kërkoi votë për premtime, po për drejtim. Aty u mat pesha e fjalës dhe besimit. Qytetarët nuk u drejtuan nga zhurma, por nga një ndjenje kthjellët. Kishte ardhur koha për ta ndryshuar drejtimin. Vota e tyre nuk ishte veç zgjedhje, por ishte një vijë që ndau të djeshmen e rënduar nga e nesërmja që premtonte shumë, dhe Vleni mori mbështetjen. Kjo mbështetje ishte një sinjal i qartë se koha e monopoleve politike kishte marrë fund, se qytetarët kërkonin përgjegjësi, punë, dinjitet dhe zhvillim, kërkonin udhëheqje të ndershme në shërbim të qytetarëve dhe jo të grupeve të ngushta të interesit. Pastaj erdhën zgjedhjet lokale, aty ku politika matet më afër jetës së përditshme, aty ku politika zbret nga fjalimet dhe takohet me realitetin, me rrugën që kërkon asfalt, me shkollën që kërkon dritë, me qytetin që kërkon frymarrje, me qytetarët që kërkojnë zhvillim.
Në ato zgjedhje, Vleni mori shumicën absolute të komunave, jo si një triumf veç elektoral, por si një mandat i drejt për drejt për të qeverisur. Sepse kjo nuk ishte një fitore e zakonshme, ishte një zhvendosje e madhe peshës politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Sepse hartat politike nuk ndryshojnë vetëm nga votat, ato ndryshojnë ku ndryshon besimi i njerëzve. Kështu një rjet i ri besimi u shtri nga një komunë në tjetrën si një hartë që u vizatua sërish. Dhe sot, Vleni është bërë forca kryesore në hartën politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Sepse Vleni nuk i nda shqiptarët, por i bashkoi. Nuk e shpërnda fuqinë politike shqiptare, por e përqendroi ata. Nuk e dëpsoi zërin shqiptar, por e faktorizoi ata. Për herë të parë, pas shumë vitesh, shqiptarët po e ndjejnë se pesha e votës së tyre po kthehet në peshë të vërtet politike, në përfaqësim të vërtet, në forcë vendimarrëse. Dhe kjo është arsyeja pse ky bashkim ka rëndësi historike. E sot ky rrugtim po hyn në një fazë të re, nga një bashkim forcash në një trup të vetëm politik, nga një koalicion në një parti të vetme. Ky është momenti kur bashkimi fiton peshën e re, kur kthehet në strukturë, në përgjithësi, në vazhdimsi, sepse bashkimi i vërtet nuk matet vetëm kur fillon, por kur konsolidohet, kur merr formë, kur bëhet strukturë, kur bëhet përgjithësi. Vendimi për të ecur si një parti e vetme është dëshmi se kjo lëvizje nuk është e përkohshme, se nuk është ndërtuar për një cikël zgjedhor, por për një epokë të re politike për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Dy kryetarët do të udhëheqin këtë parti, jo si ndarje, por si balans, jo si kompromis, por si garanci se askush nuk është mbi vullnetin e përbashkët brenda Vlenit. Dy kryetarë si dy shtylla që mbajnë një hark, jo për të ndarë peshën, por për përballuar më mirë atë, sepse pesha e besimit të qytetarëve nuk është e lehtë, sepse kjo është fryma e Vlenit, një bashkim që nuk e shuan dallimin, por e kthen ata në forcë, sepse barën e besimit nuk e mban një njeri i vetëm, por e mban një frymë e tërë politike. Të dashur delegat, fitoria e hap derën, por përgjegjësia na detyron të ecim përpara. Sot Vleni mban përgjegjësi në qeveri dhe në shumicën e komunave. Çdo vendim ka peshë, çdo hap le gjurmë. Qytetarët nuk duan shpjegime, por presin ndryshim të dukshëm në jetën e tyre, sepse për këtë na kanë votuar dhe na kanë besuar. Vleni është forcë politike e tjendrës së gjatë, sepse besojmë në familjen si themel i shoqërisë, në ekonominë e lirë, në punën e ndershme dhe në shtetin që shërben qytetarëve, e jo interesave të ngushta politike. Ne besojmë të iniciativa private, të zhvillimi ekonomik, të vlerat kombëtare dhe të përgjegjësia institucionale. Ne jemi të orientuar drejt Europës dhe perëndimit, por me këmbë fort në identitetin dhe interesin ton kombëtar. Ne jemi kundër politikës së urrëqjes e ekstremizmit, sepse besojmë te bashkimi, stabiliteti dhe zhvillimi. Prandaj, ne e shohim ekonominë si busulla që duhet të drejtojë politikën. Pra jo interesat e ngushta, jo pazaret e errta, por zhvillimi. Prandaj kemi zgjedhur decentralizimin, që pushteti mos mbetet i mbyllur në korridore, por të zbres aty ku jetojnë qytetarët, që komunat të mos kenë vetëm bare administrative, por edhe fuqi të madhe zhvillimi, sepse zhvillimi nuk ndërtohet nga lart, ai ndërtohet aty ku jeton qytetari, aty ku hapet një vend pune, aty ku ndërtohet një shkollë, aty ku një familje pret një jetë më të mirë. Prandaj prioritet janë investimet kapitale dhe jo përfitimet personale, sepse zhvillimi nuk matet me deklarata bombastike, por me vepra që për qytetarët kanë vlerë jetike, me rrugë që lidhin qytetet dhe hapin mundësi, me shkolla që hapin mendjen, me projekte që ndryshojnë jetën e njerëzve dhe japin frymarrje ekonomisë në vend. Dhe sot, me qeverisjen tonë, për herë të parë, pas shumë kohësh, pjesë e merituar nga buxheti i shtetit po shkon edhe aty ku ka munguar, të shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Dhe jo si lëmosh politike, por si e drejtë që nuk negociohet. Jo si favor pushteti, por si pjesë e barabartë në këtë shtet. Dhe kjo qasje kërkon punë që nuk bën zhurmë, por jep rezultat. Punë që nuk ndërtohet për një ditë fotografie, por për vite që shndrohen në shënime historie. Prandaj, Vlen po bëhet një. Po bëhemi një, sepse çdo fjalë që kemi dhënë po e kthejmë në vepër, çdo premtim në realitet, çdo besim në zhvillim, sepse qytetarët nuk na kanë votuar për të dëgjuar më shumë, por kanë votuar për të parë më shumë. Dhe ne e dim këtë, e dim se historia nuk i fal
ata që marrin besimin dhe nuk e kthejnë në rezultat. E dim se qytetari i njeh edhe ata që kanë ditur të mbajnë fjalën e dhënë. Dhe sonte është prova jonë, të dëshmojmë se ndryshimi nuk mbetet në fjalë, të dëshmojmë se bashkimi prodhon forcë që ndërton, të dëshmojmë se politika mund të qëndrojë në anën e qytetarit, mund të jetë në shërbim të qytetarit dhe jo mbi të. Në këtë rrugë, kthimi i pas se humb kuptimin, sepse kur një popull e ndjen ndryshimin, mbamendja e tij bëhet më e fortë se çdo premtim i vjetër. Ndërsa ky nuk është fundi i një rrugtimi, por është fillimi i një prove më të madhe, fillimi i një përgjegjësie më të madhe, fillimi i një fitorie që duhet të ndihet në çdo qytet, në çdo komunë, në çdo familje në Maqedoninë e Veriut. Dhe në këtë rrugë nuk ka kthim pas, sepse kur qytetarët njëherë e ndjejnë ndryshimin, nuk pranojnë më të jetojnë në hijen e së shkuarës. Sonte, në këtë kongres madhështor, në praninë e delegatëve, në praninë dhe atë që na kanë nderuar, domethënë prezenca e dy kryeministrave, përshëndes edhe prezencën e zotit Miskovski dhe zotit Kurti, bashkë me miqët tjerë dhe të Vlenit, sonte Vleni po bëhet një, jo vetë si parti, por si drejtim, si përgjegjësi, si mendim, si vizion, si kauz, si forcë që i bashkon shqiptarët, si zë që i faktorizon shqiptarët, si besim që kërkon përmbushje. Dhe ky besim do të mbahet. Urime. Faleminderit, zotri Mexhiti. Dhe në fund, ftojmë fituesin e vazhdueshëm të Tetovës dhe përtej, zotri Bilal Kasami, liderin e deritanishëm të lëvizjes Besa, njeriu që besoi se bashkimi është forca më e madhe politike dhe që pati guximin të vendos unitetin dhe vizionin e përbashkët mbi çdo interes tjetër politik. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Emocion, pa tjetër. I nderuar kryetar i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, zotri Gashi, i nderuar kryeministër i Maqedonisë së Veriut, zotri Mickovski, i nderuar kryeministër i Kosovës, zotri Albin Kurti, i nderuar nënkryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, zotri Boçi, e nderuara kryetare e Preshevës, zonja Sinani, të nderuar kryetar të partive politike nga Maqedonia e Veriut dhe rajoni, të nderuar deputet, ministra, zëvendësministra, të nderuar kryetar të komunave, të dashur delegat. Kur e nisëm këtë rrugë, vite më parë, nuk e kemi menduar se një ditë do të vi deri këtu. Jo se nuk kemi besuar në idealin ton, por se dinim sa e vështirë është të ndryshosh një realitet politik që për shumë vite dukej i paprekshëm. Sot, duke ju parë të gjithëve këtu, po mendoj për shumë njerëz që kanë qenë pjesë e kësaj rruge që nga dita e parë. Njerëz që kanë besuar në një ide edhe atëherë kur ishte më lehtë të heshtish se sa të flisje. Njerëz që kanë duruar presion, nënçmim, paragjykim dhe megjithatë nuk janë larguar. Dhe mendoj se pikërisht për këtë arsye, ky kongres ka peshë tjetër. Nuk është thjesht një ngjarje politike, është moment reflektimi për një rrugë që ka kaluar në për shumë sprova dhe që tani po hyn në një etapë të re. Kur u themelua lëvizja Besa, shumë kush mendonte se ishte pamundur të krijohet një alternativë reale politike shqiptare. Sistemi ishte i mbyllur, pushteti duke i pakapshëm dhe kishte një bindje të përhapur se asgjë nuk mund të ndryshonte. Por ne besuam ndryshe. Besuam se politika nuk duhet të jetë pronë e askujt. Besuam se shqiptarët meritojnë më tepër se sa retorik të zbrazur. Dhe mbi të gjitha, besuam se populli ynë ka dinjitet dhe nuk duhet të trajtohet si numër vetëm në ditë zgjedhjesh. Në këtë rrugë kemi besuar dhe kemi bërë ndonjëherë edhe gabime. Kemi mësuar shumë dhe kemi kaluar në për situata të vështira. Por një gjë nuk ka ndryshuar asnjëherë.
Bindja se ndryshimi është i mundur. Megjithatë, ne jemi këtu për të folur për të nuk jemi këtu për të folur për të kaluarën. Sot është 9 maj, ditë që na kujton se popujt ecin përpara kur din të bashkohen rreth një ideje më të madhe se vetvetja. Edhe ne po bëjmë pikërisht atë, jo për të harruar rrugën për ngavim, por për të mos mbetur të ndarë në rrugën që kemi përpara. Sot po marrim një vendim që nuk është lehtë për askënd që ka investuar vite nga jeta e vet në një subjekt politik. Meq një parti nuk është vetëm logo apo emër, një parti bart kujtime, sakrifica, emocione dhe shumë njerëz që kanë besuar në të. Pikrisht për këtë arsye, vendimi që BESA dhe të gjithë partitë tjera të bëhen pjesë e një projekti më të madh nuk duhet parë si humbje. Përkundrazi, mendoj se është moment pjekurie politike, sepse ka raste kur duhet të dish të duash më shumë idenë se sa vetveten. Dhe sot, sinqerisht, besoj se shqiptarëve të këtij vendi u duhet pikrisht kjo. Jo fragmentim, por më shumë vetëdije se sfidat që kemi përpara kërkojnë bashkim politik dhe seriozitet. Të nderuar delegat, vlen nuk duhet të jetë thjesht bashkim partish. Nëse mbetet vetëm kaq, atëherë nuk kemi bërë asgjë. Vlen duhet të bëhet kulturë tjetër politike shqiptare. Më e qetë, serioze, më institucionale dhe përgjegjshme ndaj qytetarit. Ne nuk kemi nevojë për politikë që jeton nga zënkat. Shqiptarët kanë nevojë për politikë që ndërton, planifikon dhe mendon më larg se një mandat. Prandaj është e rëndësishme të themi edhe se çfarë përfaqësojmë. Ne jemi parti e qendrës së djathtë dhe këtë nuk e themi si diçka që tingëllon mirë vetëm në letër. E themi sepse besojmë në disa vlera shumë të qarta. Ne besojmë në familje si vendin e parë ku njeriu mëson besimin, përgjegjësinë dhe dashurinë për tjetrin. Besojmë te puna e ndershme, te njeriu që ngrihet herët për të mbajtur familjen e vet, te sipërmarrësi që rrezikon, krijon dhe nuk pret gjithçka vetëm nga shteti. Besojmë në identitetin ton, në gjuhën, në kulturën, në besimin dhe në ato vlera shpirtërore që na kanë mbajtur bashkë edhe në kohë kur kemi pasur pak mundësi, por shumë dinjitet. Por, po ashtu besojmë edhe në një shtet modern, në institucione që funksionojnë, në administratë profesionale, në drejtësi që është e barabartë për të gjithë, jo nën për dikë e njerëk për dikë tjetër. Për ne, shteti nuk duhet të jetë plaçk, dhe këtu nuk ka shumë filozofi. Aty ku preket paraja publike, aty duhet të ketë përgjegjësi. Aty ku abuzohet, duhet të ketë hetim. Aty ku ka fajin, duhet të ketë dënim. Qytetari nuk duhet të ndjej frikë kur hyn në institucione, dhe askush nuk duhet të ketë privilegj vetëm sepse është afër pushtetit. Ne duam shtet që respekton qytetarin pa dallim etnie apo feje, shtet që krijon mundësi dhe shtet që i trajton njerëzit me dinjitet. Po aq e rëndësishme për ne është edhe decentralizimi. E them këtë edhe nga përvoja ime si kryetar komune. Qytetari zgjidhjet i kërkon aty ku jeton, në komunën e vet. Prandaj, komunat duhet të kenë më shumë kompetenca, por edhe më shumë mjete për t'i kryer ato detyrat që i kanë marrë. Do të angazhohemi për më shumë autonomi financiare, ndarje më të drejtë të mjeteve, kriteret të qarta për investime kapitale dhe mbështetje për komunat që kanë mbetur prapa në infrastrukturë. Për komunat shqiptare kjo ka rëndësi të veçantë, sepse aty lidhet arsimi në gjuhën shqipe, kultura, zhvillimi lokal, infrastruktura, rinia dhe cilësia e jetës së qytetarëve tanë. Por decentralizimi duhet të sjellë edhe më shumë përgjegjësi. Kur qytetari ta ketë komunën afër, edhe komuna duhet të ketë qytetarin më afër. Ta dëgjojë më shumë, t'i përgjigjet më shpejt dhe ta trajtojë me më shumë respekt. Të dashur miq, besoj se ka ardhur koha që shqiptarët të fillojnë të mendojnë edhe për dekadën që vjen. Për këtë arsye, mendoj se duhet një vizion i qartë kombëtar për vitet që kemi përpara, një agjendë kombëtare 2036. Një agjendë që nuk fokusohet tek mbijetesa politike, por te jeta dhe zhvillimi. Nëse duam të jemi faktor real në këtë shtet dhe në rajon, atëherë duhet të flasim
më seriozisht për arsim, inovacion, ekonomi, kulturë dhe për identitet. Duhet të investojmë në dije, në shkolla më të mira, në universitetet që lidhen me tregun e punës, në teknologji, në sipërmarrësi dhe në mundësi reale për të rinjtë tanë. Duhet të ndërtojmë ekonomi ku të rinjtë nuk largohen sepse nuk shohin perspektivë. Dhe njëkohësisht duhet të ruajmë identitetin ton kulturor si vlerë që ecën bashkë edhe me modernizimin. Ky është vizioni që besoj se duhet të ketë vlen. Një parti që mbron të drejtat shqiptare pa kompleks, por që njëkohësisht flet seriozisht për zhvillim, për shtet funksional dhe të ardhme. Dhe jemi këtu që të tregojmë se do të jemi konstruktiv kur shteti ecën përpara, por do të jemi të vendosur kur preket gjua shqipe, marrëveshje ohrit, përfaqësimi i drejtë dhe dinjiteti institucioneve shqiptare. Të dashur delegat, sot nuk po mbyllet një histori e 5 partive, por hapet një fazë tjetër e saj. Dhe rruga që kemi përpara nuk do të jetë e lehtë. Nuk ka qenë as edhe deri tani. Besoj fuqishëm se me ndihmën e Zotit, me besimin te njëri tjetri dhe me popullin para do t'ja dalim, ashtu siç ja dolëm deri tani. Ju falemnderit dhe suksese këtij kongresi. Falemderit, Zotri Kasami, jemi dëshmitar të historisë që po shkruhet, të nderuar mysafir nga vendi, rajoni dhe Evropa, përfaqësues të partive politike, shkëlqësia juaj diplomat të vendeve mike. Në emër të Vlenit, dua t'ju falenderoj përzemërsisht për pjesëmarrjen në këtë kongres të parë, historik të bashkimit të 5 subjekteve në një. Ju falenderoj që ndatë nga koha juaj e çmuar për të qenë sonte mes nesh, duke e madhështuar këtë event. Do të shihemi sërish nga nesër, tashmë me energji të re, me frymë të re, por me të njëjtin ideal dhe të njëjtën ngrohtësi. Ju falemnderit shumë për praninë tuaj. Ndërsa me ju delegatë të dashur qëndroni në sallë, liderët tani do t'i përcjellin mysafirët.